Deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Adriana Matoshi, ka reaguar me ironi ndaj Partia Demokratike e Kosovës, PDK, lidhur me çështjen e kandidatit për president, një temë që prej javësh po dominon debatin politik në vend. Përmes një postimi publik në rrjetet sociale, Matoshi ka thumbuar subjektin opozitar, duke shkruar se PDK-ja pas ka kandidat, ama s'po e tregon emrin, duke lënë të kuptohet se partia po heziton ta bëj publik emrin e personit që synon ta propozoj për postin e kreut të shtetit. Me tone të theksuara ironike, ajo ka vijuar duke thënë se mund të provoj ta gjej kandidatin përmes inicialeve. A mundem me provu me ja qellu me iniciale? Nëse është personi në fjalë, lus PDK-n me ma bo like, ka shkruar Matoshi përpara se të publikoj inicialet SL, duke nxitur reagime dhe komente të shumta nga ndjekësit e saj. Postimi i saj është interpretuar si një sfide drejt për drejt ndaj PDK-s për të sqaruar publikisht nëse ka apo jo një emër konkret për president dhe për të shmangur, sipas saj, spekulimet që po qarkullojnë në opinion. Deklarata e deputetes vjen në një moment kur procesi i zgjedhjes së presidentit ka rritur tensionet politike dhe ka thelluar përplasjet mes pozitës dhe opozitës. Çështja e kandidaturave, numrave në kuvend dhe mundësisë së arritjes së konsensusit mbetet në qendër të diskutimeve politike, ndërsa partitë ende nuk kanë bërë publike lëvizje konkrete. Deri më tani, nga PDK-ja nuk ka pasur një reagim zyrtar lidhur me postimin e Matoshit apo me aludimet për inicialet e përmendura. Megjithatë, reagimi i saj ka rikthyer vëmendjen te transparenca e procesit dhe pritshmëritë e publikut për qartësi rreth kandidaturave për një nga postet më të larta shtetërore. Debati për presidentin pritet të intensifikohet në ditët në vijim, ndërsa mbetet të shihet nëse ironia e Matoshit do të marrë një përgjigje konkrete nga opozita.